Çegrani si vendbanim më i madh i Gostivarit dhe i Maqonisë, po përballet tash disa vite me emigrim. Dhe arsyeja e shpërnguljes masive nuk janë më shkaqet ekonomike, por janë ato ekzistenciale pasi Çegrani ballafaqohet me mungesë uji, ajër të ndotur dhe rrugë të shkatruara, si pasojë neglizhencës dhe mos funksionimit të institucioneve të shtetit. Pikërisht rrugët e shkatruara, infrastruktura e dëmtuar e fshatit, kanë qenë arsye e reagimit të kryetarit të basisë lokale të fshatit Çegran, Fadil Bilali, si dhe këshilltarit komunal Sadri Saliu, të cilët me shkresë zyrtare u janë drejtuar institucioneve kompetente, si Inspektorati Shtetëror për Milicë Jetësor, Komunës së Gostivarit dhe Policisë së Gostivarit, të dalin në teren dhe të marrin masën e veprimeve që fundosin Çegranin. Rrugët dhe infrastruktura e Çegranit janë ndërtuar me mund, djers dhe sakrificë të qytetarëve, jo për të shkatruar me aq lehtësi. Këto rrugë nuk i kemi ndërtuar për t'i shfrytzuar apo për t'u keqpërdorur nga oligarkët, të cilët për t'u pasuruar janë të gatshëm të shkatrojnë gjithçka që u del përpara, natyrën, infrastrukturën dhe interesin publik. Pyet, pritem pa mëshirë, lumejt ndoten, toka shfrytzohet deri në shterim, ndërsa pasuria publike dëmtohet për interesa të ngushta personale. Si këshilltar komunal, paraqes shqetësimin e banorëve të lagjeve të cilat kanë shqetësime të mëdha nga këto makineri që çdo ditë të shkatrojnë Çegranin. Thot në reagimin e tij këshilltari komunal Sadri Saliu, në linjë të njëjtë me këshilltarin Saliu janë edhe drejtuesit e basisë lokale të fshatit Çegran, nga atje kërkojnë që komuna e Gostivarit të bëjë shpenzimin përkatës të rrugicave ku kalojnë kamion me peshë mbi 40 tonë. Qarkullimi i kamionëve me tonazh po shkakton dëme serioze në infrastrukturën rrugore, rrezikon sigurinë e banorëve, sidomos fëmijëve dhe këmbësorëve, si dhe krijon ndoqje të mëdha nga pluhri dhe zhurma. Kërkojmë ndalimin urgjent të qarkullimit të kamionëve të rënë nëpër fshat, kontrolle të shtuara policore dhe ndëshkim të shkelësve, veprime të menjëhershme për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të banorëve. Thuhet në reagimin e basisë lokale të fshatit Çegran, sipas drejtuesve të basisë lokale të fshatit Çegran dhe këshilltarit komunal Sadri Saliu, edhe pse oligarkët fatkeqësisht kanë lidhje të tyre edhe me pushtetin edhe me policinë, zëri i tyre dhe i banorëve të Çegranit në mbrojtje të qytetarëve dhe pronës publike nuk do ndalet asnjëherë.